Mirë se vini në podcastin Nën uniformën e punëtorit të pastrimit. Në episodet e mëparshme kemi patur mundësi të dëgjojmë zërin e punëtorëve të pastrimit, të cilët në sinkron me njëri tjetrin kanë deklaruar se në shumë raste nuk ndjehen të vlerësuar apo ka pasur dhe mungesë respekti ndaj punës së tyre. Sikundër ka pasur edhe episode që thonë se janë ndjerë të diskriminuar. Andaj dhe tema që ne do të trajtojmë sot është nën uniform, mes respektit dhe nën vlerësimit. E për të folur për këtë temë, kam kënaqësinë të kem të ftuar në panel zotin Robert Gajda, komisioneri mbrojtjes ndaj diskriminimit. Mirë se vini dhe faleminderit që jeni me ne. Mirë se u gjetëm. Dhe zonjën Sabina Belshaku, pedagoge e shkencave sociale. Faleminderit Sabina që jeni dhe juve me ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Gajda, e nis me ju dhe jo rastësisht për të kuptuar disi dhe këtë realitetin që gjendemi në Elbasan, por dhe jo vetëm. Si e shihni ju rolin e punëtorëve të pastrimit, lidhja që ata kanë me qytetin dhe sa mendoni që realisht puna e tyre vlerësohet nga ana e shoqërisë? Po mendoj që si natyrë puna është këndvështrimin tim e nevojshme dhe esenciale, sepse një qytet i papastër është një qytet i pajetueshëm dhe normalisht është shumë mirë që le të themi një shërbim i tillë do duhet ofrohet, është e domosdoshme. Por pastaj në lidhje me sa vlerësohet, themi do të thosha që është diçka e cila në këndvështrimin tim nuk merr vlerësimin e duhur. Për shumë arsye, e para mendoj që nga ana vet pushtetit lokal nuk i kushtohet, pavarësisht domosdoshmërisë që ka shërbimi, nuk i kushtohet rëndësia e duhur për të vlerësuar dhe për të krijuar gjitha kushtet edhe të një pune, le të themi, të denjë për personat që duhet punojnë, por edhe të një pagë të denjë. Aspekti i dytë është aspekti pastaj shoqëror, mbetet një punë e stereotipizuar dhe e paragjykuar nga ana e njerëzve. Dhe përrjedhoi është një punë dhe e padëshiruar për t'u bërë. Dhe për këtë arsye, le të themi, pavarësisht se paraqet një domosdoshmëri shumë të madhe, në thelb mbetet diçka e cila nuk gëzon vëmendjen dhe respektin e duhur për ta pasur pastaj në një nivel të pëlqyeshëm që të mund pastaj të jetë një shërbim sa më cilësor dhe sa më efektiv për t'ju përgjigjur. Nëse do flasim pastaj për teknikalitete apo aspekte më të detajuara në lidhje me gjën, do të thoja që një nga problemet kryesore që paraqet është çështja e sigurisë, këndvështrimin tim. Unë bazë edhe takimeve që kemi bërë më përpara dhe dienive të ndryshme që kemi për situatat është që mbetet një punë e pasigurt, që nga momenti i parë një herë i faktit që është një punë që bëhet në rrugë dhe duke ditur dhe mënyrën se si qarkullohet në Shqipëri me makina dhe punë që bëhet natën e tjerë dhe që mund të ketë problematikat e veta dhe përsa i përket kësaj lloji sigurie, po dhe sigurisë pastaj të ndotjes vetvete, të masave të sigurisë që duhet ketë pikërisht personave që merren me këtë gjë edhe deri të mjeteve pastaj që duhet garantojnë të gjithë çështjet e pastrimit dhe që duhet kenë gjithë ato kushtet e veta dhe standardet e veta. Këndvështrimin tim janë gjithë të pamjaftueshme. Por qëndroj pak te tema, të lutem, mënyra se si trajtohen këta punëtor, mund të merret edhe si një lloj diskriminimi? Shiko, unë mendoj që në radh insistoj shumë të them aspektin kulturor një herë gjys. Dhe kjo nuk lidhet vetëm me këtë lloj pune, po edhe me se si ne e shohim punën si shoqëri në vetvete. Dhe mendoj që shumë lloje punësh të ndryshme ne si shoqëri konsiderojmë të dorës dytë ose të padenja për t'u bërë. Ndërkohë që në këndvështrimin tim nuk ekziston punë e padenjë.
sepse çdo punë ka rëndësinë e vet dhe do duhet që të bëhet nga njerëz, por që puna të jetë e denjë dhe njerëzit që e bëjnë atë të kenë dinjitetin e duhur, do duhet ofrohen një sër kushtesh në vetvete. Sepse ndryshe rrezikon pastaj që duke e lënë një punë pa garantuar gjitha standardet që ajo duhet ketë, si të sigurisë, si të trajtimit financiar e tjerë, patjetër që pastaj kthehet një punë e padëshirueshme dhe pastaj është një punë jo cilësore dhe jo efektive në vetvete. Për çështën e diskriminimit, unë mendoj një herë në radh parë që është një punë që ka një vështirësi shumë të madhe dhe mbetet e nënpaguar, dhe në këtë këndvështrim mund të jetë e krahasueshme dhe mund të shikohet nëse mund të ketë trajtim diskriminues në krahasim të punëve të tjera me të njëjtën vështirësi që mund të jenë më të mirë paguara në vetvete. Nga ana tjetër mund të shikohet edhe një aspekt, do të thoja, etnik e lidhjes me këtë punë, në një pjesë konsiderueshme të punojësve të pastrimit, personat që e bëjnë janë pjesë e komuniteteve rome dhe egjiptiane. Edhe nga ky këndvështrim mund shikohet në prizmin e diskriminimit në vetvete, duke lidhur çështjen e një trajtimi financiar shumë të ulët dhe të faktit që në pjesë më të madhe njerëz që punojnë janë pjesë e disa pakicave kombëtare që neve kemi. Por nga ana tjetër, neve nuk kemi pasur mundësi që të mund të shikojmë nga afër dhe të kemi, le të themi, një situatë konkrete që të mund ta trajtojmë dhe ta hetojmë nga aspekti i diskriminimit që. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të ndodhë, mund të bëhet dhe mund të shikohet. Por për te kësaj, unë gjithsesi insistoj në faktin që është shumë e domosdoshme mbi të gjitha njëherë trajtimi financiar i njerëzve që bëjnë këtë punë, sepse një punë sado e domosdoshme të jetë, sado e nevojshme të jetë, nëse nuk ka trajtimi financiar të nevojshëm, nuk e bën atë dinjitoze në thelb. Patjetër, do ndalim tek gjitha këto pika, po pikë së pari do doja t'i jepja fjalën edhe zonjës së Belçaku, parë ndoshta në aspektin social të gjës. Si e shikoni juve këtë perceptimin që ka shoqëria ndaj punëtorëve të pastrimit? Si fillim unë ju falenderoj që ju e nisët me këtë pyetje, pasi të flasësh për punëtorët e pastrimit, mendoj që nuk është thjesht të diskutosh mbi një profesion, por të diskutosh për shkallën e humanizmit ton dhe mënyra se si ne qasemi ndaj punëtorëve të pastrimit është një pasqyrë e pastër, si të thuash, e çfarë jemi ne si shoqëri. E ti çfarë mendoj, ne çdo ditë kalojmë mbi punën e tyre dhe asnjëherë nuk shohim njeriun. Ne shohim uniformën, shohim fshesën që kalon, shohim veturinat që hiqen, por nuk shohim sytë e këtyre njerëzve që ndoshta zgjohen herët kur gjithë qyteti është në errësirë. Dhe perceptimi që njerëzit kanë përgjithsisht për ta, ata shikohen si pjesë të një peizazhi. Ne kujtohemi për ta vetëm kur janë malet e mbushura me veturina. Dhe nuk kujtohemi për rëndësinë që ata kanë duke u quajtur si gardian të shëndetit publik. Ata kujdesen për mirëqenien, për shëndetin e të gjithëve ne. Dhe mendoj që nëse ne do t'i shohim ata si të padukshëm, ne në një farë mënyrë kemi një verbëri ndaj dinjitetit. Në gjykimin tim nuk ka punë të ulta apo punë të papastra, ka mendësi të papastra. Dhe unë e vlerësoj faktin që ju po realizoni këtë podcast sot, pasi mendoj që ne nuk jemi këtu pavarësisht se secili prej nesh përfaqëson profesionet tona të cilat kemi kaq vite që jemi zë, por nuk mendoj se duhet flasim për statistika, për qasje sociale. Ne duhet jemi këtu për t'i dhënë atyre një dinjitet ndoshta të pakushtëzuar, një vlerësim. Dhe kjo vjen nëse ne nuk do ta nisim ditën me mirëmëngjes ndaj këtyre individëve, me një buzëqeshje, atëherë ne jemi shumë larg civilizimit. Ndaj mendoj që këtu duhet filloj ndryshimi. Pra nëse ne do t'i trajtojmë ata me dinjitet dhe nëse nuk do t'i shohim thjesht si individ, por si qenie me të drejta të plota, unë mendoj që perceptimi i të gjithëve do t'jetë ai që duhet. Po pse disa profesione këtu tek ne vlerësohen më pak, si në rastin konkret? Unë mendoj që ne kemi kemi ndërtuar një hierarki artificiale të vlerave, që do të thotë mendoj se ka një lidhje në fakt të gabuar në gjykimin tim mes punës së papastër dhe profesionit dhe individit, atij që e bën. Në psikologjinë sociale, punët të cilët merren me mbetje konsiderohen si dirty work.
por në fakt kjo shpeshherë ngatrohet me dinjitetin e atij që punon. Dhe ne jemi të lidhur drejt një prestigji si përfaqësor. Ne, si thuaç, vlerësojmë më tepër prestigjin si përfaqësor, ne vlerësojmë uniformën më shumë se sa kontributin që profesioni jep për komunitetin. Pra, unë mendoj që kjo hierarki artificiale e vlerave bën që shpeshherë këta individ të kenë konotacione pejorative apo të shihen si profesione të dorës së dytë. Ndërkohë, zotë Gajta, nga ana tjetër, cilat janë ato momente që ju mendoni që këta punëtor nën vlerësohen? Edhe mund të merrem pastaj patjetër ose ju gjykoni se trajtohen në mënyrë të padrejtë. Po shiko, unë mendoj që situata ka një kompleksitet vetin. Domethënë, nuk është vetëm një moment. Unë mendoj që i gjithë zinxhiri i pastrimit nuk funksionon. Siç ju thash, nuk mjafton vetëm një pagë për të garantuar cili është element esencial dhe do duhet garantohet. Janë një sër kushtesh që do duhet garantohen nga ana e institucioneve. Dhe në momentin kur gjëja paraqitet e rrezikshme, nga njëra anë, paraqitet nuk gëzon një simpati nga ana e shoqërisë si punë, paraqitet e vështirë dhe është e nënpaguar, padyshim pastaj që në vetvete duke marrë gjithë këto faktorë është një punë që do të jetë e padëshiruar dhe do ta bëjnë gjithmonë vetëm ato njerëz që, le të themi, e kanë të nevojshme që gjithsesi të kenë një pagë mujore, sado e vogël që ajo të jetë, për të mbajtur familjet e veta dhe për të mbajtur veten. Prandaj e vazhduar në këtë mënyrë, pa diskutim që do të mbetet një punë e cila nuk do të gëzojë asnjëherë respektin që meriton dhe nuk do të gëzojë asnjëherë, le të themi, atë vlerësimin që meriton në vetvete për shkak natyrës që ka, sepse me drejt, siç u tha, lidhet direkt me shëndetin e njerëzve. Një qytet i papastër është një qytet që në fundit cënon shëndetin e njerëzve. Është një shërbim bazik. Po, bazik dhe është një domosdoshmëri e cila nuk do ta anashkalohet asnjëherë, do të jetë gjithmonë një nevojë dhe domosdoshmëri në vetvete. Dhe kjo pastaj ç'a bën? Bën që punonësit që ofrojnë të shërbim të jenë të pafuqishëm. Të jenë të pafuqishëm për t'i njohur të drejtat e tyre, për t'i kërkuar të drejtat e tyre, për t'u organizuar për realizimin e të drejtave të tyre, dhe për rrjedhoj, duke qenë në këtë lloj pafuqie, edhe abuzohet pastaj nga ana e si të subjekteve private, si të vetë pushtetit vendor në vetvete, i cili është pushteti dhe përgjegjës në fundit për pastrimin e qytetit, dhe është pushteti që duhet të ketë dhe duhet ndërtojë të gjitha politikat e duhura, dhe që nuk kërkon në gjë që të duhet ta shpikim neve si shtet apo si shoqëri. Janë modele pafund. Edhe nuk po marr rastet e shteteve të Europës perëndimore, që normalisht kanë ato progreset e tyre të mëthershme. Po edhe në rajon, në dijenin time, ka shumë shtete të rajonit të cilët japin një vlerësim ndryshe kësaj pune, sepse duke njëherë që ti kupton në rëndësinë dhe domosdoshmërinë dhe do ta bësh punën me të vërtetë, pra ti me të vërtetë do që të kesh një qytet të pastër, të organizuar, të ricikluar, me njerëz të cilët e bëjnë punën siç duhet dhe japin kontributin e tyre, atëherë patjetër që pastaj të gjitha kushtet do të rregullohen. Prandaj në fillim të fjalës tash situata është komplekse, sepse duhen rregulluar një sër gjërash. Ne marrim dhe çështjen e riciklimit për shembull. Unë kam përshtypjen ne mund të jemi vendi i fundit në rajon për riciklimin në vetvete, për të ricikluar mbetjet. Por riciklimi pastaj ndikon edhe në cilësinë e kësaj pune, sepse nëse mbetjet janë të ricikluara dhe puna pastaj bëhet më e lehtë për të bërë nga ana e punonjësve dhe më organizuar dhe ndihmon më mirë pastaj edhe në përpunimin e mbetjeve, edhe në pospasurit pastaj malje me mbetje të tjera të cilat do të depozitohen. Jo vetëm në Elbasan, vlen për gjithë Shqipërinë. E cila kërkon një tjetër minutazh. Pikërisht, prandaj kompleksiteti i gjithë gjërave në fund ditës rëndon pikërisht pastaj mbi punonjësit, se duke mos garantuar asnjë nga kushtet e nevojshme, janë pikërisht këto punonjësit do ta mbajnë barrën në fund ditës dhe këto pastaj dhe nga ana tjetër duke mbajtur gjithë këtë barrë, nuk marrin të paktën atë trajtimin financiar që do duhet i korrespondonte kësaj barre në vetvete. Dhe kthehet edhe një lloj shfrytëzimi në fundit. Totalisht dakord. Sepse një punë kaq e rëndë dhe e paguar kaq pak
në thelb edhe si përkufizim kthehet në një lloj shfrytëzimi vetvete. Po shfrytëzim që ndodh në sytë të gjithë në mënyrë të ligjshme. Pra ju po thoni që aspekti ekonomik dhe social në një farë mënyrë ndikon edhe në mënyrën se si shoqëria apo le të themi edhe më shumë dhe përtej saj i qasen kësaj kategorie po thoni? Unë mendoj që komplementohen me njëra tjetrën dhe krijojnë rreth vicioz me njëra tjetrën. Neve si shoqëri kemi disa handikape shumë çuditshme në perceptimin e punëve. Neve akoma domethënë konsiderojmë disa punë të padenja për një person që ta bëj. Ndoshta kemi të rënjosur në shoqëri? Patjetër, ndikimi edhe aspekti, po themi, edhe mentaliteti, edhe aspekti kulturor ka, po në disa raste është dhe absurde, sepse neve kemi raste kur njerëzit edhe nuk kanë të ardhurat dhe prap nuk punojnë. Pikërisht për shkak të këtij mentaliteti që e konsiderojnë aq të rëndomt një punë, sa thënë më mirë unë nuk e bëj fare, dhe është një dinjitet i shtirur, një lloj vetvlerësimi i pakuptimt shpesh herë tek njerëzit, sepse preferojnë që edhe mos kenë të ardhura fare, po atë puna më mos e bëj. Ja, unë besoj se zënja Belçaku do na japi një përgjigje për këtë. Pra kemi disa stereotipe që krijohen në shoqëri? Absolutisht që po. Stereotipet janë të orientuara përgjithsisht në vite, në dy elemente. Para kjo kategori pune konsiderohet si një punë që ka më tepër një qasje fizike se sa është e lidhur me intelektin. Ose shpesh herë në perceptimet e njerëzve konsiderohet si një profesion që është stacioni i fundit për ata që nuk mund të kenë suksese në drejtime të tjera. Por në fakt këto stereotipe janë deri diku vrastare. Janë vrastare sepse krijojnë mure. Dhe ne ndërtojmë një lloj distance emocionale me këta njerëz, duke i konsideruar ata si njerëz ndryshe. Dhe këto stereotipe janë të rrënjosura. Nëse pyetja do të ishte që si janë krijuar ose si janë gjeneruar këto stereotipe. Në fakt, kjo do ishte pyetja pasare, se si janë krijuar. Unë mendoj që këto stereotipe janë të rrënjosura thellë dhe fillon që në familje. Që në momentin që një prind i thot fëmijës së tij, nëse ti nuk mëson, ke për të përfunduar duke fshirë rrugët e qytetit, ti nuk ke investuar që ky fëmijë të rritet më tepër në pjesën e edukimit, por ti e ke orientuar atë duke i mësuar se si ai të përdosi dinjitetin e dikujt që bën një punë tjetër. Dhe në një farë mënyre ai ushqehet, rritet me këtë gjë dhe shkojmë tek fjala që me të drejtë zoti Gajda e përmendi pak më parë, që ata preferojnë më mirë të qëndrojnë në një lloj parazitizmi të vullnetit, sesa të orientohen të bëjnë një punë që në fund të ditës është një punë e nderuar. Pra mënyra se si ne edukojmë që në familje, e kalojmë në shkollë dhe në gjitha agjensitë e tjera, ne i kemi stereotipizuar vetë ata. Pra unë mendoj që të gjithë ne si shoqëri kemi një verbëri funksionale duke i orientuar këtë kategori njerëzish në një përcaktim të një dinjiteti jo të barabartë siç është pjesa tjetër e shoqërisë. Mendon që kjo qasje, pra mungesa e respektit është më shumë problem kulture apo sistemi, duke parë gjithë gjë në kompleksitet? Nuk mund ta shikoja të ndarë, pra unë mendoj që ne këtu kemi një dështim kulturor i cili e normalizon sistemi. Pse themi kemi një dështim kulturor? Duke qenë se ne nuk investohemi për t'i mësuar fëmijët, për t'i edukuar ata si në familje, si në shkollë, se që këtu fillon, duke promovuar shembuj pozitiv të tyre, sepse në fund të ditës secili prej këtyre punëtorëve të pastrimit ka një rol tjetër, është një prind, është një gjysh, ka ëndra, dhe nëse ne tregojmë historitë e tyre, apo i trajtojmë ata dhe bëjmë fushata ndërgjegjësimi në cilat ne të kemi mundësi t'i tregojmë si modele pozitive, si njerëz cilët po japin një kontribut kaq të madh për të gjithë komunitetin, unë mendoj që kjo do të jetë një formë shumë e mirë në cilën ne e distancojmë të dështimin kulturor. Sistemi pastaj e normalizon, sepse sistemi çfarë bën? I trajton me paga të diferencuara, me paga të ulta, shpesh herë ky diferencim financiar i orienton ata që të kenë statuse të ulta sociale dhe ekonomike, nuk trajton uniforma dinjitoze, uniforma që t'japin një autoritet caktuar, apo pak më parë po diskutonin dhe bashkarisht që edhe në mënyrën se si ti e prezanton në komunitet dhe në qytet, qoftë në pajisjet që atyre u duhen ndihmëse për të kryer shërbimin, ti që këtu ato i ke trajtuar i ke zhveshur nga i dinjiteti që duhet ti trajtosh si njerëz që janë ndihmues për ne. Pra e thash edhe në fillim të diskursit që
Për mua ata janë gardianët e shëndetit publik. Ndani të njëjtën qasje, zoti Gajta? Po, unë mendoj që, më thonë, jemi në të njëjtën linjë të mendimit, prandaj thash që është një rreth vicioz, dhe sepse nga njëra anë ti e ke anatemuar kulturalisht një lloj pune apo disa lloj punësh, dhe nga ana tjetër, që të mund ta thysh këtë rreth vicioz, duhet ndryshosh diçka. Dhe kuptohet që janë organet publike ato që kanë peshën kryesore për të bërë ndryshime të mëdha. Shoqëria mundoi kohët e saj për të ndryshuar mentalitetet dhe gjërat. Aspekti edukativ është gjithmonë shumë i mirë, por kërkon një impenjim të përhershëm të gjithëve që të bëhet. Prandaj duhet që të jetë pushteti publik ai që duhet të ndryshojë dhe si. Po duhet në radh parë njëri të garantojë paga dinjitoze këtyre personave. Duhet vetë pushteti publik njëri të japi, të njohë rëndësinë e duhur këtij profesioni. Dhe për aq kohë sa nuk e bën, kuptohet që pastaj vetë nga njëra anë puna është anatemuar. Nga ana tjetër është e papaguar në kuptimin e një trajtimi financiar, po themi dinjitos, dhe patjetër pastaj që do të përfundoj që është e anatemuar dhe e papaguar dhe normalisht do të mbetet një punë të cilën askush nuk do dojë ta bëjë përveç atyre që janë aq shumë nevojtarë që ta bëjnë sa le të themi e bëjnë atë dhe ngul këmbë them në kushte të rrezikshme për jetën e tyre. Sepse unë mendoj që një diskutim tjetër që duhet bërë dhe që është shumë i rëndësishëm është shikohet edhe si mbrohet shëndeti këtyre personave që e bëjnë këtë punë. Në fakt kemi trajtuar edhe në puntatat e mëparshme të episodit tonë, po a mund ketë dinjitet kjo lloj pune në momentin që mungon në respekti shoqërar? Unë mendoj që po. Por kërkon një sër ndërgjegjësimesh të ndryshme në vetvete. Shiko, unë mendoj që lidhet shumë edhe si neve perceptojmë publike në vetvete apo të përbashkëtën. Që do të thotë, për aq kohë se një komunitet, le të themi, nuk e vlerëson dhe nuk e kupton rëndësinë e të qenit i pastër, e të pasurit një qytet me vërtet të mirë jetueshëm, i cili nis nga pastërtia e tij, dhe do të shikoj këtë të mirë publike, jo në vlerën e vërtet që ajo ka, por do ta shikoj si diçka që i përket të tjerëve dhe jo çdo individi në këtë shoqëri, atëherë ky le të themi është problemi i parë, sepse ne jemi dhe njerëz vetë që kontribuojnë në papastërtinë e qytetit. Ne akoma kemi probleme vetë ne si njerëz në mënyrën se si neve e trajtojmë pastërtinë e qytetit, që do të thotë ne vetë nuk kemi atë pasivizmin e duhur një herë që të mos i hedhim gjërat në rrugë. Ne prapë vazhdojmë të jemi njerëz ndotës në mënyrë absurde të qyteteve tona. Dhe kjo tregon një mosvlerësim dhe mos kuptim shumë të madh që pse është nevojshëm një pastërtia e qytetit. Pra ne vetë kontribuojmë që ta bëjmë qytetin më shumë të papastër. Nuk bëhet fjalë këtu vetëm për papastërtitë e shtëpisë që neve do duhet i nxjerrim jashtë. Bëhet fjalë këtu edhe se si neve vendosemi në marrëdhënie me pastërtinë e qytetit. Dhe për aq kohë sa një komunitet nuk e kupton thelb sa e rëndësishme është kjo gjë në vetvete, atëherë është e vështirë që kjo të marrë nga aspekti kulturor dhe nga aspekti njerit të kuptuarit dhe pastaj i humanizmit apo i dinjitetit njeriu të marrë vlerësimin e duhur. Por ngul këmbë them që një nga gjërat që pushteti publik mund bëjë që të mund t'i përshpejtojë këto zhbërjen e këtyre mentaliteteve dhe këtyre paragjykimeve është që t'i japi ta bëjë atë një punë të dinjitetshme. Dhe që ta bëjë të dinjitetshme, duhet që edhe të ketë një pagë shumë të mirë, që pastaj çdo njeri të fillojë të mendojë po prit se paga është shumë e mirë, pse të mos e bëj edhe unë këtë gjë, por të ketë edhe kushte shumë të mira për të bërë kjo punë. Sepse në ndryshe askush nuk do të donte që ta vinte në jetën rrezik pastaj për të bërë një punë në fundit që mund të rrezikonte edhe shëndetin e tij dhe të njerëzve të tjerë të familjarët vet. Kështu që prandaj them nuk mund të shikohet kjo gjë vetëm në një drejtim, në një prizmë. Është komplekse. Po tjetër që është komplekse, po mund të fillohet nga diku. Dhe trajtimi financiar është një nga gjërat që do të mund të ndikonte në këtë gjë, sepse sa më mirë të trajtuar financiarisht punonjësit që merren me pastrimin e qytetit, edhe imazhi i tyre në qytet, edhe pesha e tyre në qytet, edhe kontributi i tyre në qytet, jo thjesht duke bërë punën e tyre, por dhe duke marrë pjesë në aktivitetet ndryshme në qytet, duke ndërtuar dhe ato vetë një jetë kulturore dhe sociale në qytet, dhe duke arritur dhe ato vetë japin zë punës tyre, vetes tyre, siç edhe ju jeni duke bërë me këtë gjë. Shiko, është gjë e madhe që t'i jepet rëndësi kjo që po bëni ju, punojësit pastrimit një qytet, jepet zë, që ato të mund të flasin dhe të tregojnë problematikat e tyre, përballjes e tyre. Dhe unë jam shumë i bindur që ato kanë dhe shumë frikë të thonë problematikat e tyre. Po, në fakt edhe e kanë pranuar presionin dhe çdo situatë e tillë. Dhe kjo e bën më të rëndë akoma, pastaj situatën.
Por ama gjithsesi është një mundësi, është një dritare ku mund të jepet zë dhe njerëzit mund të dëgjojnë dhe mund të japin rëndësinë e duhur. Por nuk mund të mbetet vetëm me kaq. Nuk di nëse Sabina mendon njësoj që kjo punë mund të ketë ende dinjitet ku mungon respekti shoqëror. Unë mendoj që u cek pak në lidhje me shëndetin okupacional që i referohet kushteve në cilat teknike, në cilat punojnë ata, por edhe një suporti psikoemocional për cilën ato kanë nevojë. Ndoshta duket sikur tingëllon e largët për realitetet ku ne jemi. Unë do ta kapja në një element tjetër. Unë mendoj që ne duhet ta farkëtojmë këtë në edukim. Përmenda pak më parë familjen. Tani do kaloj në një moment tjetër kur unë mendoj që roli i pushtetit lokal, i pushtetit qendror, mund t'japi kontributin e tij, ashtu si dhe ju, si media gjej rastin t'ju përgëzoj, që po jepni një zë me kaq shumë vlerë realizimit të këtyre podcasteve me një fokus për këta individ. Pse them shkolla? Ne duhet të distancohemi nga edukimi teorik. Që do të thotë, ne deri tani jemi duke orientuar fëmijët vetëm me edukime teorike përgjithsisht. Ne duhet të shkojmë tek edukimi empatik. Çfarë do të thotë kjo në këtë rast? Në rast se shkollat do t'i orientojnë fëmijët që ta konsiderojnë shkollën si një familje të madhe dhe ta orientoj atë nxënësin që të pastroj oborrin e shkollës, atëherë ai do të kuptojë se çfarë kontributi po jep ai. Sa i rëndësishëm është të vlerësohet njeriu për kontributin që jep në komunitetin në habitatin në cilin ai i duhet që të lëvrojë në të përditshmen e tij. Ndaj unë mendoj që edukimi, nëse do të jetë i orientuar drejt një qasje që t'i bëj fëmijët më empatik, po ta vini re ne e vuajmë këtë mungesë empatie tek brezat e rinj, tek fëmijët. Dhe nëse unë shikoj edhe situatat, besoj të gjithë ne kemi qenë dëshmitar edhe të fëmijëve, të adoleshentëve, po edhe të rriturve që kalojnë në rrugë dhe ai duke pastruar ti i hedh një mbeturinë. A është kjo një fyerje? Është një fyerje katërciprisht e dinjitetit të dikujt që po kontribon për t'i bërë rrugët më të bukura, për ta bërë ty qytetin më të pastër. Kështu që do ta shikoja më tepër në pjesën e edukimit. Dhe jam dakord me atë që u tha pak më parë, t'i afrojmë më shumë ata, t'i afrojmë si individ për t'i dhënë dinjitetin e tyre, jo vetëm nëpërmjet pjesëmarrjes në evente, brenda lagjes, aktiviteteve, mos i shohim ata thjesht si shtojca, apo si njerëz të cilët po na vinë të na plotësojnë një shërbim të caktuar, por t'i trajtojmë në mënyrë të barabartë, edhe t'i pyesim, edhe t'jem pjesë e vendimarrjes publike. Një element tjetër që do doja ta ndaja dhe mendoj që këtu do kemi dakordsinë të gjithëve, ka të bëjë dhe me edukimin e gjuhës, e përdorimin të një gjuhe më humaniste për këta individ. Ne duhet të distancohemi nga konotacionet pejorativ, nga ato fjalët të cilat janë etiketuese shpeshherë për këta individ. Dhe nëse do ta bëjmë të gjithë mirë këtë gjë, pra familja, shkolla, rolin që duhet ketë pushteti lokal, apo dhe të gjithë ne me fushatat ndërgjegjësuese, unë mendoj që ndoshta për një periudhë fare të shkurtër ne do të jemi në realitete totalisht të tjera edhe për qytetin e Elbasanit. Ndërkohë, cili është roli i institucionit që ju përfaqësoni në raste të tilla dhe nuk di nëse ka patur raste që ju janë referuar nga punëtorët e pastrimit? Jo, siç u thash, raste konkrete nuk kemi pas, nuk janë adresuar. Domethënë nuk kemi trajtuar raste të tilla. Kemi qenë ndjeni për shkak edhe të disa aktiviteteve që ka kohë që janë bërë. Di që ka dhe një përpjekje që të mund krijohet një sindikat për këto punonjës dhe mendoj që dhe ajo mund të ishte një gjë shumë e mirë për të bërë, sepse në fundit sindikatat nëse e bëjnë punën siç duhet, mund të jenë një mbrojtje e mirë dhe mund të promovojnë më mirë apo të rrisin më mirë aspektet ndryshme që lidhen me sigurinë dhe me trajtimin financiar të tyre punonjësve. Kështu që më shumë është një dieni, po flas nga aspekti ligjor, e cila është marrë në për aktivitetet ndryshme që kemi bërë dhe në takime që kemi bërë me punonjës pastrimit, jo vetëm qytetet e Elbasanit, por edhe qyteteve të tjera. Mendoj që le të themi nuk mund të paragjykoj një çështje që nëse si do të shkonte, nëse do të trajtohej apo jo, por mendoj që ka vend për të pasur një trajtim edhe nga aspekti institucioneve të drejtave të njerëzit për ta parë këtë që mund t'japi dhe rekomandimet apo urdhërimet përkatëse pastaj në vetvete. Por patjetër kjo mund të jetë një instrument që mund të përdoret, ndërkohë që unë mendoj që instrumenti kryesor janë vetë politikat që duhen bërë nga ana e kryesisht mendoj organeve të pushtetit vendor, sepse ato kanë peshën kryesore në lidhje me këtë gjë. Për shembull, mund t'ju marr një shembull, gjithmonë
ka bërë përshtypje kjo gjë për shkak. Një gjë që mendoj që është shumë e thjeshtë, por që mund të japë kontribut shumë të madh. Sa bëhet riciklimi në shkollat e Shqipërisë? Sa është futur kultura e riciklimit? Që është mendoj diçka shumë e thjeshtë për të bërë. Që të mësohen fëmijët që të vegjël, që të kuptojnë vlerën një herë të faktit papastërtisë dhe që gjërat do duhet të grumbullohen diku, po dhe të grumbullohen në mënyrë të organizuar dhe të rregullta që mund të kontribuojnë. Për shembull, djenin time, në shkollat e Elbasanit nuk bëhet fare një kulturë ricikluese, apo akoma më tepër një kulturë ndërgjegjësuese me fëmijët njëri që të kuptojnë rëndësinë e pastërtisë në vetvete, jo vetëm shtëpitë e tyre, jo vetëm të personalitetit të tyre, por edhe të komunitetit ku ato jetojnë apo punojnë apo shkollohen e tjerë. Dhe mendoj që kjo është një handikap i madh i joni dhe është një diçka e thjeshtë dhe e vogël që mund të fillojë të bëhet në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Mund të fillojë të bëhet, po ne cekam shumë gjëra bashkë. Nuk ditesh më i pranuam problematika tek këtij lloj sistemi. Po ky ndryshimi që gjithë presim, nga mund vi? Nga institucionet pikë së pari apo nga qytetarët? Duhen shumë, mendoj që janë, shiko, për të ndryshuar diçka e cila është e rrënjosur në shumë drejtime, nuk mjafton vetëm një veprim. Vetëm një veprim është i mangët në vetvete, nuk do ndreqi shumë pak. Duhen shumë veprime. Pra duhet nga njëra anë edhe të fillohet, pra veprimet mund të jenë afat shkurtra, afat mesme, afat gjata. Veprimi edukativ është afat gjatë. Sepse ti do duhet në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet arsimit dhe shkollave të fillosh një herë të injektosh të kulturën e pastërtisë, e respektit të ambientit, e respektit të qytetit, e respektit të mirës publike në vetvete, e cila duhet fillojë me fëmijët dhe do duhet ndodhi ky edukim. Po kjo është shumë afatgjatë, sepse ti produktet e kësaj do t'i marrësh në një kohë më të mëvonshme. Po ndërkohë do të fillosh marrësh masa afatmesme, cilat janë një herë garancitë e kushteve në punë. Është shumë e rëndësishme që në këndvështrimin tim, sidomos për punë të rënda, është shumë e rëndësishme siguria dhe garantimi të kushteve në punë. Unë mjafton të shikoj mjetet që përdoren, deri koshat që neve përdorim, e mënyrën se si ato janë në qytet. Dhe që janë shumë shpejt mund edhe të marrin flak, janë shumë shpejt edhe mund të shpërndahen të gjitha ato papastërtitë që janë aty nëpër rrugët e qytetit, edhe për shkak të kafshëve që janë të qenëve të rrugës që mund të ndryjnë. Pra, që nga mënyra që ti e shikon se si e ke ti qasjen njërë me pastërtinë e qytetit, këto kushtet minimale do ngaratu, dhe këto kërkojnë që të ndryshohen në vetvete. Dhe pastaj për të vazhduar me çështjen e trajtimit financiar e tjerë. Kështu që dhe prandaj aspektet ndërgjegjësuese, kulturore, qytetare, ligjore, ekonomike janë gjitha një paketë masash që do duhen ndërmarrë nëse ti do të ndryshosh diçka. Nëse ti do marrësh masa sporadike dhe të përkohshme për një situatë caktuar, nuk e zgjidhur situatën. Ke përpjekur të përmirësosh diçka në një sektor, por nuk e zgjidhur komplet situatën e cila është më e strukturuar, më e rrënjosur në vetvete. Kështu që për ndryshuar një gjë, ty të duhet marrësh një sër masash në të gjitha dimensionet e mundshme, që realisht unë mund të jap një shembull shumë konkret, për shembull në rastin e Italisë. Unë kam jetuar vetë për një kohë gjatë aty dhe Italia deri para 20 viteve ka pasur të njëjtin problem. Bile në shumë raste edhe qytete shumë dha janë bërë dhe kanë dalë në mediat e gjithë botës ku bëheshin kazanët me plena, domethënë male nëpër qytet. Çfarë ndodhi? Ndodhi që në një moment caktuar shteti vendos ndryshoi politikat e pastërtisë. Dhe disa rajone u bën rajone pilot. Në rajonin ku unë jetoja u transformoi gjithçka. Dhe unë mund t'ju them dhe këtë gjë tjetër. Puna e punojësve të pastrimit të qytetit konsiderohet si një nga punët më të rëndonta dhe askush nuk donte ta bënte. Dhe në pjesën më të madhe e bënin të huajt këtë punë. Ishte shumë pak e paguar, siguria jo mirë, shëndeti e tjerë. Po ka ndryshuar sepse u morën një sër masash njëkohësisht në vetvete. Jo thjesht një masë që me riciklimin dhe paga sot e punojësve të pastrimit në Itali është një nga pagat më të nderuara dhe më dinjitoze që i jepet një punonjësi. Dhe sot janë italianët që e bëjnë atë punë. Edhe të rinjt italianë që e bëjnë atë punë. Dhe ti në të njëjtën, pra në gjithë këto masa, ti jo vetëm e bën punën të sigurt dhe të mirë paguar, po e bën atë edhe dinjitoze dhe të kërkuar pastaj nga ana e qytetarëve për ta bërë atë sa më mirë dhe për të dhënë njëkohësisht për të pasur një trajtim dinjitos punojësve, por njëkohësisht mos harrojmë qëllimin final, për të pasur një qytet vërtet pastër në vetvete. Përmendi pak zoti Gajda pjesën si mund ta bëjnë më të kulturueshme këtë situatë. Po juve sërish të shkolla, nga shkolla do e nisnit?
për që ne për pasur këtë qasje? Jo vetëm nga shkolla, do të thënë shkolla është një element, unë mendoj që është një sinergji e të gjithë aktorëve. Shkolla dhe familja mbulojnë pjesën e edukimit, në cilën dhe unë mendoj që ne këtu na çedojnë gjithë gjërat, ne duket sikur në disa procese jemi futur në një lloj akulturimi në mënyrën se si po i orientojmë fëmijët. Por nuk është vetëm kjo. Mendoj që duhet jetë një veprim dhe një aksion shumë i menjëhershëm dhe i shpejtë dhe përsa i përket politikave publike, duke u referuar kompanive nën kontraktore, të cilat janë që i qasen bashkisë së qytetit, ku ne brenda ofertave duhet merren në konsiderat ato kompani të cilat vërtet i ofrojnë kushtet në trajtime financiare dinjitoze, në kushtet për të ruajtur shëndetin okupacional të tyre, apo edhe për ta ngritur këtë si një profesion dhe për ta vënë atë në kushte të barabarta në këto trajtime me të tjerët. Dhe mbi të gjitha, zëri, ja ju e keni bërë një hap të parë dhe unë mendoj që ka një hap progresiv për qytetin e Elbasanit, ky podcast, ky angazhim i njerëzve si ju të cilët i jepnin zë problematikave. Ne këtu kemi adresuar shumë problematika, po përjapim dhe rekomandime. Dhe mendoj që rekomandimet tona, secili profesionist në fushën e tij, të mos shkojnë në zë, të mos jenë në vesh të shurdër, por të përkthehen në veprime aktive, të cilat jenë në dobi të kësaj kategorie. Për ta bërë pak më të prekshme si situatë, ju për shembull si e shikoni këtë raportin qytetarët punojnë pastrimin në Elbasan? Elbasani ka mendoj që ka një diçka për të vlerësuar në disa hapa që janë ndërmarr nga punët e politikës publike dhe veçanërisht bashkisë, por ka ende shumë për të bërë. Ju thash për aq kohë sa ne jemi dëshmitar të situatave të tilla kur ne shohim që këta punonjës trajtohen në një mënyrë të tillë, pra ti kalon aty dhe i hedh diçka e fyen dinjitetin e tij, do të thotë që ka ende shumë për të bërë, ka ende shumë për të bërë për mënyrën se si i qasemi ne, për çfarë bëjmë ne konkretisht për ta. Unë është hera e parë, kam kaq vite në këtë qytet që jetoj, është hera e parë që dëgjoj që të ketë një vëmendësim për këta individ. Shpeshherë mund t'i kem parë ata në trajtimin e problematikave në ekrane, në raste sporadike, në mini protesta, por do t'ishte një gjë shumë e mirë nëse do të krijohet një sindikat për ta. Do t'ishte një gjë shumë e mirë nëse për ta do të ketë një mbledhje të caktuar, një formacion të caktuar ku t'jetë për të adresuar dhe t'jetë zëri i tyre më i mirë përcaktuar. Mendoj që Elbasani ka shumë për të bërë në këtë drejtim. Njësoj mendoni dhe ju zoti Gajta për ta e përmbledhur pak? Shiko, mendoj që në rastin më të mirë qytetarët e injorojnë fare ekzistencën, dhe në rastin më të keq janë përçmues ndaj punojësve të pastrimit. Kështu që neve mund të insistojmë shumë të flasim për aspektin kulturor dhe edukativ, por nëse do ta linim kështu në rrjedhje të lirë, rrezikojmë që takohemi prapë mas 10 vjetësh këtu dhe të flasim për të njëjtat probleme. Kështu që unë mendoj që gjithsesi peshën kryesore në këtë gjë e kanë bashkitë. Dhe konkretisht në Elbasan e ka bashkia. Është ajo që do duhet lëvizi gjërat lidhe me këtë. Nuk munden dot të ndryshohen proceset kulturore duke pritur shoqërinë që t'i bëjë ato, sepse ato do të zgjasin shumë. Dhe nëse nuk ka një lëvizje, dhe prandaj dhe organet publike janë, kjo është dhe qëllimi ekzistencial i tyre, që njëkohësisht që do duhet ofrojnë shërbime, do duhet i bëjnë ato dhe cilësisht të ofrueshme dhe nga ana tjetër me trajtim me dinjitet të punojësve që do duhet i ofrojnë këto shërbime. Çka do të thotë që nëse do duhet lëviz diçka, do duhet lëviz një herë vetë nga ana e bashkisë. Është ajo që do duhet i japi rreth parë një herë dhe mund të fillohet me trajtimin financiar të tyre personave. Nuk po ja bëjmë mesazhin që do përcillet sepse besoj e zauruat, ndërkohë nga Sabina do doja mesazhi i fundit. Unë kam shumë të thjeshtë mesazhin. Unë mendoj që për një punonjës pastrimi, ne nuk duhet të shikojmë atë njeriun që është aty për të mbledhur mbeturinat tona, por duhet të shohim atë njeriun që kujdeset për mirëqenien e fëmijëve tanë. Ai njeriu që kujdeset që rrugët e qytetit të duken më të pastra dhe që bën atë gjën që ka një guxim që shumë pak nga ne kanë guximin për ta bërë apo për të vepruar. Ne duhet kemi më shumë respekt për fuqinë punëtore dhe ne duhet kemi më shumë respekt për krahun e punës, sepse nga i krah i punës mbahet i gjithë qyteti.
I falenderoj pafund të ftuarit e mi për asistencën e tyre dhe për mendimet e vyera. Unë ju lë takim në puntatën e radhës. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.